Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Warzone. Serbia zhvilloi paradën më të madhe ushtarake të viteve të fundit, ku shfaqi armatimin e saj modern nga raketat kineze dhe dronët izraelit deri tek avionët francez Rafale. Një demonstrim force që ngre pikpyetje serioze në balancën e sigurisë në rajon. Çfarë mesazhi politik dha Beogradi me këtë shfaqje? Sa realisht është rritur kapaciteti ushtarak i Serbisë dhe çfarë do të thotë kjo për Kosovën? Këto zhvillime i shohim sonte në Warzone me analistin Benandoni, mirëmbrëma, dhe të ftuarin tjetër, ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Mirëmbrëma zoti Shala. Përshëndetje për ju dhe për bashkë të në studio. Faleminderit. Zoti Shala, nisim direkt e bisedën me ju. Përsa i përket armatimeve të shfaqur pikërisht në këtë paradë, cilat ishin ato që të rroshin më shumë vëmendjen në Beograd dhe madje përtej Beogradit, pasi dim që ushtria serbe ka një prodhim jashtëzakonisht shumë të madh. Pra, me datën 20 shtator këtij muaji, Serbia e shpërfaqi interesin dhe agresivitetin e saj, pra e shpërfaqi qëndrimin e saj gjeopolitik dhe gjeostrategjik, duke prezantuar armatim ushtarak të cilën e kishte pruar nga pjesë të Rusisë, marrëveshjes kineze, njëkohësisht edhe nga Emiratet e Bashkuara, çka mund të themi është fakti që pjesa dikon 6% të nevojës ushtarake të saj e ka të mbuluar nga industria ushtarake e shtetit të Serbisë, pra nga prodhimi vendor, ndërsa 40% e ka nga prodhimi importues, pra nga vendet me partnerë me të cilët bashkëpunon dhe operon. Çka mund të themi është fakti që ishin dronët Shadow 50, Shadow 25, pra nga Emiratet e Bashkuara, ishte modeli i autoblindës, pra pra i cili është modifikuar në kontekstin edhe të grykës të qitjes, pra 30 mm të grykës të qitjes, pra kjo dëshmon faktin që Serbia në këtë segmente sa përket nevojës së këmbësërisë dhe mbështetjes të mekanizmit mekanitruar, e tregon faktin që Serbia tani me këtë garën e investimeve ushtarake e ka primar kryesor, për arsye që planifikuar që gjatë 2026, pra Serbia të investojë mbi 1.5 miliard euro në industrinë ushtarake të saj për nevojat të saj ushtarake. E qartë. Zoti Andoni, Serbia vazhdon të i shkel syrin si perëndimit, po ashtu dhe lindjes merr armë nga Franca, avionat Rafale, gjithashtu merr dhe armatime nga Kina, nga Izraeli, nga Rusia. Si qëndron kjo mënyrë e Serbisë për të fuqizuar gjatë gjithë kohës dhe askush nuk reagon? Jo, e para nuk ka pse të reagoj për një arsye të themi gjeopolitike që ka ndjekur Serbia. Ju e dini që Serbia kinse ka shpallur pjesën e neutralitetit, por pak vite më përpara, Serbia u mundua dhe arriti të ringjallte ish lëvizjen e madhe të paangazhuarve. Është një lëvizje që Breziu e ka të largët, por ne mbajmë mend nga koha e komunizmit. Ishte një lëvizje vendeve të paangazhuara në ideologji, në qëndrime dhe në pajisje dhe në zhvillimet ekonomike që jepte një stat ish Jugosllavisë vërtet të lakmueshëm. Do të thënë, kjo lidhje ata i kanë ndihmuar, qoftë në lidhjet në Irak, qoftë në lidhjet në Iran, qoftë në vendet të Bashkimit Sovjetik, në vendet afrikane e tjera e tjera. Çfarë duhet të them? Kjo lëvizje është ri për të rirë. Dhe fati i tyre i madh është që Serbia bashkë me Indin, që është nga vendet në zhvillim më të ngritura sot në botë, një vend i cili ka potencialin edhe të përballë Shtetet e Bashkuara dhe Rusin, dhe Egjiptin që është një vend më minor, po vend shumë potencial në rajonin e lindjes mesme. E gjitha kjo jep përgjigje pyetjes tuaj. Kjo lëvizje është gjallëruar bota e diktë dhe ka nevojë që Serbin ta përdori. Të them një element, në kohën e sanksioneve të para ndaj Rusisë, Serbia përdori si vend ku thyej embargo. Dhe Europa bën këtë lojën me dy faqe e cila në shumë momente po i kushton shumë Kosovës. Do të thënë Kosovës i duhet jo vetëm të ketë politika shumë të qarta, por në shumë momente të jetë shumë fleksibël para këtyre situacioneve. Serbia ka disa faqe, nuk ka dy faqe. Dhe në pjesën e fundit, tashmë,
në pjesën fundore. Ata duhet ta bënin festën në 15 shtator, atëherë është dita e unitetit, e shtyn 5 ditë më pas. Ti shikoje realisht që e gjithë pjesa ushtarake tyre, të cilën e tregoi shumë mirë zoti Shala, ishte ngritur një nivel që kalonte madje edhe paradat më përpara, pse gjithmonë në paradat ti duhet nxjerrësh gati 40% të armatimit. Ata kishin shkuar më shumë se 50%. Dhe në Beogradin e ri, e pash vetë, domethënë, ishin të zëna, kjo bulevardi që mban emrin Tesla, dhe është mbas pallatit Jugoslavia, tani quhet pallati Serbia, kishte autoblinda pafund. Dhe ti nuk I dallon dot tashmë për shkak të përditësimeve që bëhen armatimet, por risia ishte atë që ata nuk e nxorën, që ishte armatimi I Izraelit. Ai ka qenë risia në këtë paradë. Ishte pjesa e shtrateve për lëshimin e raketave deri në 300 kilometra. Dhe me të drejtë tashmë ishte një lloj kërcitje dhëmbësh nga Serbia për fqinjet e saj, sepse ju e dini tani aleanca jonë me Kosovën dhe Kroacinë është për institucion. Unë besoj shumë shpejt do edhe Bullgaria dhe uroj të jetë Bullgaria, se Bullgaria është një nga shtetet që historikisht I kanë nxjerrë dhëmbët dhe nuk është friksuar kur nga Serbia, dhe Slovenia dhe serbët përveç treshe son kanë dashur të bëjnë një lloj karshillëku dhe Slovenisë me Kroacinë. Gjithsesi, ajo që u pa domethënë ishte një lloj butaforie e madhe, vërtet është pak e frikshme. Ata nxorën dhe armët e tyre, Lazar Treshin ka prodhimin e tyre. Po. Nxorën hamera pafund dhe kulmi I patetizmit arriti kur nxorën një flamur gati 300 metra të gjatë që e mbanin këta dhe zoti Shala besoj I mban mend mirë nga koha e Bashkim Vllazërimit që të tilla gjëra bëheshin për të treguar një unitet shumë madh, por ky unitet sot është ndërmjet Serbisë dhe Republikës Srpska dhe madje analistët vendas talleshin që një nga njerëzit më të rëndësishëm që ishte në parad mbas sheikut Zaedi ishte Dodik, një gjë shumë për të qeshur domethënë. Por armatimet që nxorën vërtet duhet t'i bëjnë pjesën tonë mbrojtëse të jemi të kujdesshëm. Por nga ana tjetër ka krijuar një lloj efekti brenda ish Serbisë. Domethënë, në atë ditë nuk pati shumë protesta, siç thuhet, në një vend pati një incident që u hodhën boj këtyre, por çuditërisht nuk ka as imazhe asgjë dhe është për një vend I caktuar që ky incident të mbyllej. Dhe me qa kuptoj, domethënë tashmë Vučić po I hap rrugë asaj që është ndërmarrja më e madhe e tij. Dhe unë u kam thënë edhe herë tjetër që Vučić do të arrijë me çdo kusht vitin 2027 kur bëhet ekspozita e madhe në Beograd. Dhe mbas ndaj ai nuk ka asnjë lloj interesi të themi në duke dhe besoj do luaj buratinët e tjerë. Neve na krijon shqetësime, për arsyen e vetme që opozita e tyre është gjithmonë më e ashpër për Kosovën. Krejt ndryshe nga këta që e kundërshtonin dhe e kundërshtoi edhe në New York para disa orëve, e tha publikisht domethënë qëndrimin e tyre, por gjithsesi de facto Serbia e sotme e ka njohur Kosovën. Qartë. Zoti Shala, mendoni se sa realisht ka avancuar ushtria serbe në pajisjen në fushën e armatimit sidomos dhe a përbën kjo një kërcënim serioz për Kosovën? Po dëshoj në qoftë se ne referohemi që nga natë ku është përmbyllur lufta e fundit në Ballkanin Perëndimor, pa në pjesën mes Kosovës dhe Serbisë, që nga viti 2000, pra me një vit pas përfundimit të luftës në Kosovë, Serbia fillon garën e armatimit për investimeve në modernizimin dhe konceptualizimin e asaj kohe të doktrinës ushtarake, edhe çdo vit ka parafruar shpenzimet buxhetore rreth 1 miliard. Ndërsa që nga 2013 e këndej, zakonisht apo periodikisht e ka lënë 1.2% e prodhimit të brutë produktit në investimet të drejt për drejt apo nevojat ushtarake dhe të modernizimit të industrisë ushtarake, mund të konstatojmë një fakt që
gjatë konfliktit armator Ukrainë-Rusi, Serbia përfiton grande dhe mbështetje për forcat ukrainase, duke modernizuar dhe forcuar tutje stabilitetin apo reziliencën e saj ushtarake në ndryshime që mund pritet pas 2027-2028. Pra, siç thuhet edhe në portalet e ndryshme të diplomacisë perëndimore, po edhe në pjesën e kuloarëve të caktuar të shërbimeve inteligjente ushtarake të NATO-s, konsiderohen që deri në 2030 Ballkani perëndimor do të jetë para një sfide të një ballafaqimi të mundshëm të kësaj gare ushtarake që duke ndodhur. Sa i përket kërcënimit real dhe faktik, ne mund të konstatojmë një fakt që ky trend investimeve dhe përmasa zgjerë e investimeve që bën Serbia nuk është vetëm kërcënim i drejtë për drejtë për Kosovën, nuk është kërcënim i drejtë për drejtë për Shqipërinë, po është një kërcënim i tanësishëm për vendet e Ballkanit perëndimor për sigurinë kolektive. Është një bashkëbisedues që potencoj çështjen e marrëveshjeve bilaterale e trilaterale që kemi me Kosovë, Shqipëria dhe Kroacia kanë për përket krijimit të bllokut të miniaturës së Ballkanit perëndimor me koncept doktrinar amerikan, futje në marrëveshje mes Kroacisë dhe Slovenisë, njëkohësisht marrëveshja ushtarake mes Shqipërisë dhe Bullgarisë dhe investimet që do të pritet të ndodhin në 2030 nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Kosovë dhe në Bullgari, pra e jep një pasqyrë të qartë të një pozicionimit gjeopolitik dhe geostrategjik në kontekstin e tenimit të sigurisë të përgjithshme. Çka mund të frejmë është fakti që Serbia tani është duke avancuar në aspektin e reconnaissance, po në aspektin e shërbimeve inteligjente, teknologjisë avancuar, inteligjencës artificiale dhe gjitha këto përjepin indicën dhe impaktin e drejt për drejt që mund jemi para një ballafaqimi të drejt për drejt në forma të ndryshme që tani vetë janë duke ndodhur në aspektin hibrid, por që pjesa konvencionale padyshim që do të jetë pjesë përvërse ndryshimeve të këtyre viteve të përfshirë. Dhe pikërisht kemi dhe tabelën ku tregohet një indeksimi nga Global Firepower se kur renditet Serbia dhe kur renditet vendet e tjera të Ballkanit perëndimor dhe dukshëm Serbia është në vendin e parë dhe më pas përprasohet me Kroacinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjën dhe kështu me radhë. Pra, ajo që duhet pasur parasysh është që gjithë vendet e Ballkanit perëndimor duhet të qëndrojnë bashkë ndaj Serbisë. Një vetëm në marrëveshjen trilaterale, pra, ja dhe bilaterale që ka Kroacia me Sloveninë, padyshim se Bullgaria do të jenë, është fakti i mbetjes anash të Maqedonisë së Veriut dhe Maltezi. Pra nuk shohim ndonjë iniciativë nga të dy vende anëtare të NATO-s, po ish pjesëmarrës të bllokut jugosllav, pra nuk shohim ndonjë iniciativë nga ata që të jenë pjesë përvërse e këtij bllokut perëndimor. Prandaj në këtë aspekt ne do duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm se ndryshimet që mund vijnë, kalkulimet që mund bëhen, sepse paralelisht me interesat e Bashkimit Evropian, respektivisht të NATO-s, për të zgjeruar burojën e saj në pjesën Adriatikut, në pjesën e Detit Kënd dhe Detit Adriatik, në anën tjetër Serbia përmes formave dhe tradicionalizmit të saj në pjesën e Podgoricës, në pjesën e Maqedonisë së Veriut, mund na vijë në një situatë të palakmueshme të një shkëputje të asaj vjesë interesi që edhe Mali dhe Maqedonia e Veriut të jenë pjesë përvërse e Unionit Ballkanik apo themi miniaturës të vogël të NATO-s në kuadër të regionalizimit doktrinar që tani e ka duke e implementuar nga ana e aspektit amerikan. Zoti Andoni, për të qëndruar pikërisht tek armatimi i Serbisë, të duket Serbia pragmatiste kur ajo blen Rafale në Francë apo thjesht Jo, unë do të theksoj edhe një element tjetër. Serbia në të gjitha marrëdhëniet ekonomike tashmë po e përdor pjesën ushtarake për ta balancuar këtë. Pse i duhet gjithmonë një qasje gjithmonë më afërt me vendet të NATO-s dhe këtë e bën nëpërmjet blerjes armatimit. Do të thënë rregullimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës realisht ka parë që anën serbe të përqendrohet në pjesën të themit të elektronikës dhe pjesës shumë të avancuar sot të inteligjencës artificiale. Pjesa e cila është e lidhur me Francën, është pjesa aviacionit që francezët janë jashtëzakonisht zhvilluar. Dhe diçka tjetër, ka një qasje shumë interesante me Izraelin.
kanë gati blerje mbi 55 milion dhe kanë quar armatimet dhe një pesë armatimeve serbe thuhet që përdoren Gaza. Dhe kjo ka qenë ironia që përdorin analistët serb disa që ishin më të ftotët, që thoshin, po si ka mundësi që iku Al-Saed, do me thënë, që bombardohet Gaza në këtë lloj mënyre dhe me armët e këtyre, dhe i duart roket, sepse i duart rokiti ishte nga të vetmit njerëz që duart rokiti, bashkë me ministrin Gashic. Dhe kjo ishte një çudi shumë e madhe, sepse është e pamundur që të bësh këtë. Serbët po i përdorin të gjithë këtë politikë, edhe blerjen ne po shmangim tanket ruse. Kishte pafund tanke ruse dhe autobindet të vetë. Ato tanket janë prodhimit të rus, janë të 72, por modifikuar në Serbi. Kjo ishte ajo që ju thash pak më përpara, që është në këtë paradë kishte një gërshetim të armatimit vjetër me armatimin e ri. Po të gjitha këto marrëdhënie i japin pak përgjigje dhe pyetjes së që bët ju. Ata pjesën ushtarake, duke ditur që bota sot po armatoset jashtëzakonisht përballë një lloje gare që e kanë futur botën të dyja fuqitë e mëdha, ata po shfrytëzojnë për pjesën e tyre ekonomike, për fatin e keq. Zoti Vučić, në vend që të bënte diçka më ndryshe për vendin e tij, sepse në momentin që e ka bërë gjithë energjinë për ekspozitën e 2027-s, që tregon statusin e vendit, ai po i bën marrëdhëniet ekonomike nëpërmjet marrëdhënieve ushtarake. Unë besoj që jemi përballë të papriturve të mëdha. Dhe unë besoj që pika më e ndjeshme për ne është pika e Kosovës. Dhe në çdo moment personalisht jam shumë i ndjeshëm ndaj lajmeve që vijnë ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. A do jenë vazhdimisht pjesë e rëndësishme e KFOR-it apo jo? Sepse me çfarë shikohet, nëse nuk janë forcat amerikane dhe forcat angleze në KFOR ose po të reduktohen, Kosova, ushtrit e tjera nuk e përballin dot peshën e agresioneve të tilla. Prandaj ka ardhur koha që Kosova me Shqipërinë duhet të kenë politika shumë më të afërta dhe politika me qitje shumë të largët. Pse? Edhe Shqipëria ka marrëdhënie shumë të mira me Izraelin dhe ne po marrim jashtëzakonisht armatim nga Izraeli dhe po na asistojnë. Por të lind pyetja e thjeshtë, si ka mundësi që edhe ne dhe serbët jemi shumë të varur nga Izraeli tani për sa i përket qasjeve të tilla, ku janë database-et e tjera. Armatime të tilla ti duhet i kesh me aleat që janë ngushtësisht të dedikuar ndaj teje. Ndërsa Izraeli për shkak të konjunkturave që ka, unë besoj që gjithmonë më shumë do e ketë jashtëzakonisht vështirë të ardhmen e vet. Por gjë që të bënte çudi ishin se dronat e tyre dhe dronat arab, prandaj ishte Al-Saed atje, tregonin që Serbia ka filluar një lloj qasje edhe për marrëdhëniet ekonomike tashi, duke treguar këtë forcë që po ndihmoni një vend i cili e ka potencialin për të shkuar përpara dhe një aktor i cili është potencial në Ballkan. Faktet demokracia tregojnë diçka krejt ndryshe. Më vjen keq për Bashkimin Evropian që trysnin më të madhe pa le Kosovës, pa çka problematikave të brendshme të Kosovës dhe nuk ushtron një lloj presioni ndaj Serbisë. Këtu shikoj dobësinë e Brukselit, këtu shikoj edhe mundësinë që ata të marrin oksigjen. Prandaj po them që më vjen mirë dhe për ju që e kapni këtë temë, që Serbisë duhet të kushtojmë jashtëzakonisht interes të shtuar, sepse jemi përballë ngjarjeve, më beso. Unë nuk jam orakull të them, po besoj që Banjska jo thjesht nuk ka qenë e izoluar, po besoj që do ketë Banjska tjera. Dhe ja u them këtë me një lloj besimi, sepse edhe në Beograd e kanë frikë vëllezërit Veselinović dhe Radojčić. Jo thjesht nga fuqia ekonomike, po nga mënyra se si ata tashmë janë njëjtësuar me shtetin. Dhe këto gjitha duhet i kemi parasysh, sepse kjo ka përthimi gjërave ekonomike që serbët po e bëjnë me botën për interesat e tyre dhe duke evidentuar pjesën ushtarake, është diçka që ne na dobëson. Në qoftë se ne rim pasiv dhe merremi vetëm me parimet e thata.
tash më ka ardhur kohë të mendojmë shumë më tepër, të jemi shumë më fleksibël dhe mbi të gjitha të kemi qeveri që të arrin të kuptojnë këto sfida. Më vjen keq ta them me përbërjen që shikoj të qeverisë shqiptare, besoj më shumë probleme ngrini ju në këtë emision dhe për shembull njerëz si zoti Shala me vëmendjen që kanë se sa këta dhe nuk di qeverinë e ardhshme të Kosovës se si do jetë, por nuk pres ndonjë gjë të madhe. Zoti Shala, dhe përqendruar pikërisht te kjo paralajmërim që zoti Andoni tha, ku duhet të fokusohet Kosova dhe Shqipëria pikërisht për të shmangur këtë rrezik që i vjen nga Serbia. Në fushën e mbrojtjes gjithmonë, në fushën e armatimeve. Janë tri segmente të rëndësishme. Segmenti politik, diplomatik, pra në këtë aspekt ne do duhet të krijojmë si Shqipëria si Kosova një union të përbashkët, kuptimin e një narrative apo një afirmimi në arenën ndërkombëtare për të përcaktuar qarta dhe kërcënimin real faktik, po nikosisht edhe rrugën dhe modele që ne pretendojmë të ndjekim. Segmenti i dytë është ai ushtarak, pra në industrinë ushtarake të mbrojtjes, që të investojmë paralelisht në dy industritë ushtarake, më mirë të fuzionojmë veprimet tona buxhetare dhe të përshpejtojmë në hapjen e rajonit që përket çështjes së industrisë ushtarake. Dhe segmenti i tretë krucial padyshim është krijimi një doktrine të përbashkët ushtarake në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pra, të tre elemente e fuzionojnë veprimet operacionale, taktike dhe strategjike për të përballur me çfarëdo kërcënimi faktik real që mund vije për tek popullit e Kosovës dhe Serbia. Zoti Shala, ju falenderoj shumë. Zoti Andoni, shumë faleminderit për kohën tuaj. Bashkë ndahemi këtu për të rikthyer në pjesën e dytë me Warzone.